Bëra operacionin e parë në pjesën e legenit, shkoj me sukses, pres të dyti që është nesër të shkoj dhe me të mirë. E dyti është pak më e vështirë, do e nërë më të gjata për ne si prindër, nuk e di se do t'i përjetojmë pas dere. Jemi në një ankth tepër të vështirë për operacionin e skoliozës, që është akoma çik më në operacionin e legenit i bëri vajzën. Edhe derisa dalë ajo, ne jemi në një tip stresi të pavarur, që si do dali, si do kaloj. Nuk e dim se sot do zgjas, po do jemi prapë të dera si s'na jemi deri pari. Nuk di si ta shpreh që shpejtësinë, se nuk e di, këtë e di vetëm doktori, duke parë ecurinë e vajzës, ai mendon që është mirë dhe s'ka pse ta vonojmë tutje. Mirë, po prapë ne jemi prindër dhe jemi në një stres që nuk dim çfarë të themi, derisa dali na deta nesër. Jorida ka qenë shumë mirë, e përballoj shumë, edhe më thoshte mua duke shkuar në sallë, mami ti mos qaj se unë do dalë shumë mirë. Edhe këte me tha dhe shparë kur mori lajmin që ne kemi tjetër nesër. Më shikoj dhe në sy më thosh, mami mos qaj, se çdo gjë do shkoj mirë edhe nesër, se unë jam e fortë thash. Po Jorida më shumë na ngushëlloi nesër sa ngushëlluam në Joridën në operacionin e parë. Në këto momente mendoj vetëm orët e nesërme, kur të dali mjeku që t'japin, thot fjali që operacioni doli me sukses. Kam frikë sepse mendoj që nuk e di si të dalë me sukses apo nuk e di. Unë Joridës do t'i them që si s'doli në operacionin e parë, do dalë se në operacionin e dytë babi, do dalësh mirë, se janë marrë doktori i ditë gjitha dhe do t'i bëjt të gjitha si s'blerit e ditë do dalësh aq mirë dhe do bësh një lloj me shoqe këqë babi. Falenderoj të gjithë njerëzit që ndihmuan për kontributin e operacionit tim. The operation is finished, she is fine. Very good. She is awake and no neurological problems. Okay? So that's it. They are now going to take her to the intensive care. Tonight she will be there. But they can go and visit her. Të lushim do dur, e I pas floritë ku. Shkoj. O zot ku je. Hajde mbaj tash ja. Po do të më
Tash më në qajna se a I thot doli mirë, nuk jam me lodë. Alli ne erdhëm këtu, ne për këtë ditë dhem gjithë të punë që të bjem qurën në vashë, së rrje. O shpirti vogël, vje bërë si yll. Tani kjo është surpriza e fundit. Ja, lënë ti, apo jo? Ki që në të Hajde, po të presim ati në shkollë, po të presim. Presim në vraposh, në vrap. Do 4 euro për kata. Shpirti vogël. Si kemi apo jo? Rini. Shpirti. Bukurane. E bukur e ime. Shpirti vogël. Tiranën unë e kam larë me lot edhe jo me shi në çdo hap që hidhje për vizitat për vajzën. Kur e merja të rrugë, thosha Zot mendo dhe për mua. Zot thosha mendo për vajzën time. Erdhi dita dhe ora që Zoti vërtet mendoi për mua dhe për vajzën time. Unë nuk di nga t'ja filloj. Jam I lumtur, ndihem I lehtësuar. I lehtësuar se hoqja barrën më të madhe, që mendoja tërkohën time që kisha 50 rresht. Sepse këtë ditë prisja. Operacioni I parë përfundoi me sukses I pjesës e legenit. Në datën 15 ishte operacioni I skoliozës. Shumë shpejt me njëri tjetrin. Pritjet mbas dere ishin shumë orë të zgjatura. Shkoj 7 orë edhe një pritje jo orë, jo muaj, po vite më dukej pas asaj dere. Dhe kur doli doktori që tha operacioni I vajzës shkoi me sukses, nuk dija se qa bera në ato momente. Operacioni I skoliozës I dytë shkoi me sukses. Sipas doktorëve, unë kam dalë shumë mirë. Duhet një kohë gjatë që të shërohem. Jam shumë e lumtur që oqa ishte të barë të madhe, që u operova. Kur e shikoj që më lëviz tashi, edhe e shikoj dhe gjithçka formën e saj dhe gjitha, nuk e di, ndjehemi I kënaqur shumë. E pabesueshme shumë. E pabesueshme se e pash që kur e ngritëm që ditën e parë, jo ditën e parë, ditën e tretë, kur pash drejtimin e vajzës, nuk e di se si u ndjeva. Qava në gëzimi prapë.
Kur I pa veten vajza në pasqyrë, mami tha, unë pas kam qenë kështu, e mendon të pjesën e kaluar me pjesën tani, jo I thash, ti ke qenë, për mua ke qenë, akoma princesh me e bukur. Jo, tha, tani po e shikoj veten që duhet shber kjo që be. Edhe këtyre 5 vjetëve më dukej se kur nuk ishte Zot për mua. Po ja që pas ka dhe për mua një Zot. Për vajzën time që kreu këtë operacion kaq të vështirë. Edhe kur e shikoj tani, më duket akoma e pabesueshme. Edhe vajza po më thot dhe vetë. Mami thot, vërtet jam bërë operim. E më thot mami që nga më zgjatur dhe unë njësoj sa ty. Edhe kërkon vjen të matet e kësupi kur jemi duke ecur. Më përshëndes të gjithë ata që kontribuan për mua, veçanërisht familje Bega. I falenderoj shumë për kontributin që bën për operacionin tim. Dhe jam shumë e lumtur dhe shumë emocionuar në këto momente. Na që mësova që ka Zot, ka njerëz të mirë, ka shqiptar të mirë dhe shqiptarët bëjnë për njëri tjetrin sa s'ka ku vetëm me. Po që të bëjnë shqiptarët për njëri tjetrin, duhet emisioni shqiptar për shqiptar që të përcjellin atë që kjo familje apo ajo familje ka halle apo ka kështu, edhe u bë kanë të tërë bashkë. Kalon me një faleminderit. I faleminderit shumë pak. Shumë pak. Erdhi doktori që bëri vizitën e vajzës, e tha, Jorida do t'jap një lajm tjetër, që nesër jemi për në shtëpi. Jorida u lumturua shumë. Me humbëm të tëre, moj do marrim një helikopter vetëm për të qërë të shtitësh. Ja, me gjithë shpirt të them. Jo, tha se s'kemi për helikopter, tha. Me gjithë zemër, jemi shumë të lumtur. Jo kemi rilindër, po nuk e di, më mirë, më shumë.